Cila mendon që është mënyra e duhur për ta kujtuar Shpatin? Çfarë duhet bëjmë ne si shoqëri, si publik që ai i fali shumë? Unë Shpatin e njoh thashë edhe parës familjarisht, edhe për albumin e dytë, albumin legjendar të grupit Elita Pesh, që janë gjithë hitet e grupit të pres, Al Capone, Duhet të vdesë, gjithë ato ka qenë menaxher, ka qenë baba i Shpatit, dhe provat kur i kemi bën në shtëpinë e Shpatit. E mbaj mend Shpatin 5 vjeçar, 6 vjeçar, e mbaj që fëmijë, një djalë shumë i lëvizshëm, një djalë i cili e donte muzikën, një djalë i cili kishte dëshirë që të merret në muzikë dhe e realizoi ai ëndrrën e vet. Edhe më vjen shumë mirë se ai arriti një sukses pa parë, dhe unë gjithmonë e kam thonë, kam cek, ai ka qenë një djalë i patëm, një djalë i bukur, një djalë gjithmonë i buzëqetë, dhe një djalë cili gjithmonë na ka respektuar të gjithëve, veçanërisht mua më ka respektuar shumë. Mandej ka pas shoqëni edhe me vajzat e mia, edhe ato i ka respektuar shumë. Ashtu që kujtimi të ngelet për te, dhe duhet ta kujtojmë, jetët e këngët e tij do të jetojnë, po për fat të keq, ai nuk jeton më.